Vera sapo ka mbërritur, bashkë me kremin dhe kostumin bikini apo rrobat e banjes, në çantën e plazhit nuk duhet të mungojë një libër apo ndonjë revistë. E nëse jeni në kërkim të librit që do të lexoni nën çadër, Ultimate Living ju fton të gjeni shijen e letërsisë së vërtet mes disa alternativave. Kemi zgjedhur këta lloj autorësh që të garantojnë suksesin dhe që është vërtetuar që e mbajnë lexuesin. Daniel Silva është një prej tyre, por nuk është i vetmi. Ne kemi një tjetër libër, pak a shumë në gjininë e misterit, që e ka emrin Misteret e Klarës. Pastaj kemi një nga librat më të mirë të viteve të fundit, Kristin Hana me Vajza e Pirenejve. Nëse jeni të apasionuar pas librave policore apo me mistere, mund të merrni në pushimet tuaja një nga romanet Vajza Angleze apo Misteret e Klarës, dy votimet e fundit nga Living. Por nëse janë historitë e vërteta ato që doni të lexoni në plazh, votimet Living ju rekomandojnë Rregullat e Gotit, Shpirti i Egër dhe Rezidenca. Ka të paktën 2 libra kanë dalë vetëm javën e fundit, janë rreth 4 të tjerë që do dalin deri në fund të verës, pas revistës Living që është me sukses në treg. Ata që kërkojnë histori frymëzuese dhe këshilla lifestyle mund të zgjedhin Ha ushqe urezato dhe Girl Boss si libra, apo thjesht revistën Living që këtë verë vjen plot ngjyra.